akademi përkujtimore me rastin e 2 vjetorit të vdekjes së albanologut Ignacio Parino. Me rastin e 2 vjetorit të vdekjes së albanologut Ignacio Parino, në bashkëpunim me institucionet shkencore të albanologjisë në sallën Alix Buda të Akademisë së Shkencave në Tiranë, u organizua akademi përkujtimore në nderim të veprës shkencore të këtij albanologu. Në këtë akademi morën pjesë përveç familjarëve dhe miqve edhe personalitete nga institucione të rëndësishme shqiptare, si akademik, profesor, studiues, general, politikan dhe punonjës të institucioneve të ndryshme, deputeti Eduard Shalsi, akademik Neritan Ceka, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Bujqësisë Dr. Dritan Palnikaj, generalët Muhamet Buçpapa, Ded Prenga, Skënder Doda, Petrit Çuni, konsulli i nderit i Austrisë zoti Gjergj Liqejza, kryetari i Bashkisë Palazzo Adriano Dr. Nicolo Grana, kryetari i Akademisë Artit, Shkencës dhe Letrave Mirdit, zoti Pjetër Marku, e nderuar profesore zonja Evalda Paci, përfaqësuese e Fondacionit Papa Kelmendi 11, lidhja e historianëve shqiptar në botë, Meselin Zvicër, Murat Ajvazi, kryetar, nga shoqata adhetare Dugagjini, kryetar Ndue Sanaj dhe bashkëpunëtorët e tij, shoqata kulturore adhetare Labëria Bernard Zotaj, shoqatës kulturore adhetare Nikaj Mërtur Agron Perbibaj, shoqatës kulturore adhetare Bytyqi Zoti Agron Gjidia. Për veprimtarinë e profesorit Ignacio Parino, u mbajtën kumtesa nga studiuesit. Të nderuar pjesëmarrës. Ju falenderoj sot nga zemra që keni ardhur për të nderuar njërin nga e kompit tonë, arpreshit Ignacio Parino, i cili gjithë jetën ja përshtoi kauzës për Shqipërinë. Do të shtojmë zonën e nderuar Domenica Grona, bashkëshorte e nderit Ignacio Parino, nuk do të zini mendin. Me qenë se është memorialu për simpozium, kemi përgatitur disa tema shkurtra që paraqesin veprimtarinë e Ignacio Parinos në të mirë të çështjes kulturë dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve. Referatin e parë ftoi zotin Nikol Loka për ta lezuar. Nderuara familja Parino, i nderuar kryetari i komunës së Pallaqit Nikola Grana, të nderuar akademik, studios, të nderuar pjesëmarrës. Unë do të trajtoj temën e kontributit të profesor emeritus Ignacio Parino në shkencat albanologjike. Profesor emeritus Ignacio Parino është një nga studiuesit vëndështuar arbëresh të albanologjisë, një personalitet i njohur dhe i respektuar në botën akademike dhe shkencore për kontributet e tij në fushën e arkivistikës, gjuhësisë, historisë kulturore dhe studimeve arbëreshe. Me një karrierë të gjatë dhe të pasur, ai ka ndikuar në thellimin e kuptimit të marrëdhënieve historike, kulturore dhe gjuhësore mes Shqipërisë dhe komunitetit arbëresh të Italisë. Formimi i Ignacio Parino si albanolog është lidhur ngushtë me rrënjët e tij familjare, kulturore dhe fetare, me një përvojë që ka ndikuar në mënyrë të thellë në zhvillimin e tij si studios. I lidhur me të shkurt në 1938 në Palazzo Adriano Pallaqi, në Arprisht, një fshat në rrethinat e Palermos në Sicili, një familje të njohur arbëreshe, Parino u rrit
në një mjedis ku gjuha shqipe dhe traditat arbëreshe përbënin pjesë të përgjithshmërisë. Po ashtu, besimi krishteri lindor ishte një faktor që ndikoi shumë në formimin e tij dhe që e shoqëroi gjatë gjithë jetës. Edhe trashëgimia e tij familjare ishte një shtyse fort për angazhimin në studimet shkencore dhe kulturore si fiqëse për studimet dhe kërkimet e tija albanologjike. Parrino ka shkruar dhe vlerësuar shumë për gjuhën, historinë dhe traditat arbëreshe, duke u përqendruar në ruajtjen e pasurisë kulturore të këtij komuniteti, i cili ka një rëndësi të jashtëzakonshme për identitetin kombëtar shqiptar. I rritur në një mjedis ku gjuha shqipe dhe zakonet tradicionale arbëreshe ishin të gjalla, Parrino përmësoi që herët një vetdije të thellë identitare, e cila do ta shoqëronte dhe do të udhëhiqte gjatë gjithë vrimtarisë së tij intelektuale, shkencore dhe kulturore. Ky mjedis i pasur me histori, kujtesë kolektive dhe trashëgimi i afroi atij një fond të vyer përvojë shpirtërore dhe ndihmoi të kuptonte më thellë rrënjën e tij e të ndërtonte një lidhje të fortë me traditën dhe kulturën arbëreshe dhe me studimet shqiptare. Në moshën 10 vjeçare, Injasi hyri në seminarin e njohur dhe me përvojë të gjatë të themeluar që në vitin 1734 në Palermo nga atë Gjergj Buceta, duke u bërë njëri nga nxënësit e fundit të këtij seminari, i cili në atë kohë drejtuari nga rektori Papa Palma Tranga. Seminari i arbëreshe i Palermos u ngjill dhe funksionoi që në kryet herës si qendër e filologjisë arbëreshe dhe albanologjisë në përgjithësi, dhe në rrjedhën e viteve u bë vatra e parë e studimeve albanologjike në Europë e pakrahasueshme me institutet e tjera të ngjashme me të, për nga shumëllëshmëria dhe cilësia e studimeve dhe kontributet në shkencat albanologjike. Mjafton të themi se krahas emrit themeluesit të tij, personalitetet e tjera të shquara janë një radhë intelektualesh që u morën intensivisht me kërkime në fushat e historisë, kulturës e filologjisë arbëreshe, si Paul Maria Parrino, Nikol Filja, Nikol Teta të shekullit 18, Sef Kristi në shekullin 19 apo Paul Skeroj në fillim të shekullit të 20. Në këtë seminar filloi studimet edhe mbushteti i madh arbëresh Francesco Cristi. Veprimtaria e seminarit, që në fillim u orientua drejt edukimit fetar të seminaristëve të rinj, të ardhur nga të gjitha kolonitë shqiptare të Sicilisë, të cilat në atë kohë ishin të lidhura me njëra tjetrën përmes shkëmbimeve shumë të dendura, jo vetëm të natyrës kulturore dhe shpirtërore, por edhe të natyrës sociale dhe ekonomike. Boshet kryesore pedagogjike të mësimit të këtij seminari përbëheshin nga njohuritë teologjike dhe liturgjike të ortodoksisë katolike në Perëndim dhe praktikat e saj, si dhe kanunet gjuhësore të arbreshve e të gjuhës së tyre. Ishte pikërisht gjuha dhe besimi ajo që identifikoi arbreshët dhe pas 600 vjetësh e ruaj me krenari identitetin e tyre etnik. Por pas 2 vjetësh aktivitet, seminari u mbyll dhe u transferua. Klasa gjimnaziale u zhvendosi në Piana degli Albanesi në horën e arbreshëve, ndërsa ato liceale në abacia lashtë dhe të famshme të rritit grek të Grota Ferratës pranë Romës, e cila deri pak vite më parë të fshihej një qendër e madhe e njohur e bizantologjisë. Për shekuj me radhë, Grota Ferrata ishte vend formimi për klerik, studiues dhe intelektual të rritit greko-bizantin, pra të rritit ortodoks lindor. Përfshirë shumë figura të botës arbëreshe. Për komunitetin arbëresh, manastiri kishte një rëndësi të veçantë, sepse ishte pikë e rrethimi shpirtërore dhe kulturore, ku ruheshin gjuha, liturgjia, zakonet dhe identiteti lindor në harmoni me kishën katolike. Vazhdimi i studimeve në abacinë e Grota Ferratës
e pajisi Parino me njohje të thellë të traditës liturgjike bizantine, ku bënte pjesë edhe kultura shqiptare mesjetare e jugut të Shqipërisë. Si dhe me aftësi për të kuptuar kontekstin historik, ishtar dhe kulturor të dokumenteve që lidhen me shqiptarët. Kjo ishte veçanërisht e rëndësishme për albanologjinë historike dhe arkivistike, sepse shumë burime për historinë shqiptare ruhen në arkiva ishtare bizantine. Pas përfundimit të studimeve, Injas Parino u kthye në Horën e Arbreshte, ku ju besuat detyra zënës rektorit të seminarit atjeshëm, një funksion që dëshmonte vlerësimin për formimin e deri atëhershëm akademik të tij, për aftësitë intelektuale, ishte një funksion i nderuar pra, të cilin ai me angazhimin e tij e kreu me shumë sukses dhe vazhdoi rrugën e përparimit akademik duke filluar studimet e tij. Kështu u regjistrua në kursin universitar të letërsisë, që shënon kalimin e qartë drejt studimeve albanologjike, sepse letërsia dhe filologjia janë shtyllat kryesore të fushës edhe të albanologjisë, si të fushëve të tjera të studimeve gjuhësore. Këto studime i mundësuan profesor Parinos të merret me përkthime, botimi kritike, studimi historik letrare dhe i dhanë status akademik të plot për të vepruar në fushën e albanologjisë. Në moshën 30 vjeçare, Parino fitoi një libër docenca, titull akademik i plot në gjuhë dhe letërsi. Dhe me këtë u bë ligjërues i gjuhës dhe letërsisë shqipe në Universitetin e Palermos, ku filloi të kontribonte në fushën e albanologjisë dhe studimeve lidhur me trashëgiminë kulturore dhe historike të Shqipërisë dhe komunitetit të Arbreshtë në Itali. Pas 2 vjeç, Parino shkoi sërish në Romë, kësaj radhe në Kolegjin Grek të Romës, ku regjistrua në Institutin Papnor Lindor për kursin universitar në shkenca teologjike lindore dhe kaloi provimin përkatëse pa përgatitur tezën e diplomës, e cila në atë moment nuk përfshihej në interesat e tij. Me këto studime të fundit, profesor Parino mori formim të plot në histori, filologji, hermeneutik dhe studime tekstesh, se do u përgatit për analizën shkencore të burimeve të shkruara, veçanërisht atyre fetare që janë shumë të rëndësishme për historinë shqiptare. Në Romë përfitoi edhe nga bashkëpunimi me profesorët albanolog të shquar, Giuseppe Valentini dhe Ernest Kolich, të cilët jepnin të njëjtën nga gjuhën dhe letërsinë shqipe në Romë. Ai zhvilloi me ta diskutime dhe ndërmori iniciativa të rëndësishme për forcimin e bazës shkencore të albanologjisë si në Shqipëri, ashtu dhe në kolonitë arbreshe të Italisë. Ky angazhim u shfaq si një nevojë urgjente për të sistematizuar dhe për të institucionalizuar studimet në gjuhën, historinë, letërsinë dhe kulturën shqiptare, duke u dhënë kështu një dimension akademik dhe shkencor që mund të pasqyronte pasurinë e jashtëzakonshme të trashëgimisë arbreshe. Puna me Valentini dhe Kolichin nuk ishte thjesht një mundësi për shkëmbim idesh dhe përvojësh, por gjithashtu edhe për të thëruar një urit mbi kulturën, gjuhën dhe historinë shqiptare. Ky bashkëpunim i ka mundësuar Parinos të zhvillonte një pikpamje më të gjerë dhe më gjithëpërfshirëse për historisë dhe kulturën shqiptare, e cila do të ndikonte drejt për drejt në mënyrën se si albanologjia shikoi dhe më pas zhvilloi si një kali ashtu dhe në Shqipëri e më gjerë. Parino e përdori këtë përvojë të çmuar për të zhvilluar në kërkimet shkencore dhe për të ofruar një kontribut të rëndësishëm në shpjegim e trashëgimisë kulturore arbreshe në veçantë dhe shqiptare në përgjithësi. I angazhuar pranë katedrës gjuhës dhe letërsi shqipe në Universitetin e Palermos dhe në qendrën e studimeve shqiptare atje,
Ignaz Sparino ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në kërkimin dhe ruajtjen e kulturës shqiptare. Trashëgimia kulturore Bresht, e pasur me tradita dhe histori, i ka mundësuar profesor Parinos të zhvillojë një kuptim të thellë të lidhjes mes kulturave dhe të shqyrtojë mënyrat në të cilat ndikimet e ndryshme si ato shqiptare dhe bizantine janë ndërthurur dhe kanë formuar identitetin dhe traditat e komunitetit në Bresht. Përkushtimi i tij në studime në kërkimin akademik bëri të mundet që ai të integrojë metodologjike ndryshme, të zhvillojë një qasje përsorë në analizë e teksteve, të kërkojë lidhje me historinë të ndryshme filozofike, teologjike dhe historike, si dhe të kontribuonte në një qasje të rënduar dhe të armishme akademike. Veprimtaria shkencore e Parinos e zhvilluar përgjatë disa dekadave, kombinon analizën historike, filologjike dhe ndërdisiplinore, duke ofruar një qasje rigoroze dhe sistematike në studimet albanologjike. Profesor Parino ka kryer studime të thelluara mbi elementet bizantine që janë ruajtur dhe zhvilluar nëpërmjet trashëgimisë arabreshe dhe ka ofruar një analizë të thellë të lidhjeve midis kishës ortodokse dhe komunitetit arabresh. Ky angazhim ka përfshirë dhe të tjera ruajtjen dhe zhvillimin e traditave liturgjike bizantine dhe krijimin e mundësive për edukimin teologjik dhe filozofik të arabreshtëve në Itali. Puna e tij ka kontribuar ndjeshëm në ruajtjen e një lidhje të fortë mes kategorës fetare të komunitetit arabresht dhe paraqitjen e kësaj trashëgimie në një kontekst modern e të përditshëm. Angazhimi i profesor Parinos në studimin e kulturës, gjuhës, historisë dhe identitetit të arabreshtëve është padyshim një nga shtyllat më të forta të veprimtarisë akademike dhe kërkimore të tij, duke siguruar një vend të veçantë nderi ndër studiuesit më të njohur të kësaj fushë. Ky angazhim është jo vetëm shembull i pasionit dhe përkushtimit të tij për ruajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore shqiptare, por dhe kontributi i jashtëzakonshëm për të pasur një kuptim më të thellë dhe më të plotë të lidhjeve historike midis Shqipërisë dhe komunitetit arabresht. Në periudhën që pasoi pushtimin osman. Kjo qasje ka pasur një rëndësi të madhe dhe për studimin e marrëdhënieve të arabreshtëve me Silinë e Shenjtë, si dhe për të kuptuar rolin që arabreshtët luajtën në mbështetje të qeshtjes shqiptare. Komunitetet arabreshtëve të Italisë, të cilët kanë një histori të pasur dhe të ndërlikuar me lidhje të vazhdueshme me Shqipërinë, ishin objekti veçantë i kërkimeve të tij. Profesor Parino u angazhua për të dokumentuar dhe interpretuar këto lidhje kulturore dhe historike, duke krijuar mundësi të reja për të kuptuar më mirë identitetin dhe historinë e shqiptarëve, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Një aspekt i rëndësishëm i punës së profesor Parinos ka qenë kërkimi arkivar dhe dokumentar mbi kulturën shqiptare, si dhe mbi lidhjet historike të Shqipërisë me diasporën shqiptare, duke zbuluar shumë aspekte të kulturës dhe traditave tona. Puna e tij kërkimore ka pasur një rëndësi të madhe në kuptimin të plotë të trashëgimisë së arabreshtëve, ku ka arritur të dokumentojë përmes arkivave dhe materialeve historike një pjesë të pandashme të historisë së tyre. Përmes këtij kërkimi arkivar, ai ka zbuluar dokumente dhe materiale që përbëjnë një pjesë të rëndësishme të historisë dhe të identitetit të arabreshtëve. Duke i dhënë mundësi shkencës dhe historiografisë shqiptare, kuptojnë më thellë se si komunitetet shqiptare jashtë vendit kanë mbijetuar dhe kanë ecur përpara gjatë shekullit. Kjo ka qenë një përpjekje për të zbuluar dhe ruajtur atë që mund quhet pjesë e pandashme e trashëgimisë kulturore të shqiptarëve, duke nxjerrë në pak forcën e lidhjeve kulturore dhe historike që kanë mbajtur bashkuar këto grupe pavarësisht lartësisë fizike njëra me tjetrën. Bashkëpunimi i profesorit Ignaz Parinos me Giuseppe Valentinin ishte i frutshëm dhe shumë intensiv në kuadrin e përgatitjeve për të publikuar 500 vjetorin e vdekjes së Gjergj Tasiodit Skënderbeut. Ky bashkëpunim e ndihmoi të thellojë më tej në fushën e albanologjisë dhe kërkimit historik e lidhur me Shqipërinë dhe Skënderbeun. Pjesë e këtij bashkëpunimi ishte ndjellja, transkriptimi dhe studimi i burimeve të shumta, përfshirë dorëshkrime dhe burimet arkivore të papublikuara. Ky projekt ka qenë një mundësi e jashtëzakonshme për të hetuar marrëdhënie midis
papakalistit të re dhe Skënderbeu, si dhe për të dokumentuar përpjekjet e përbashkëta për të mbrojtur Europën nga rreziku i pushtimit osman. Libri Papakalistit të Skënderbeu, Shqipëria dhe Kryqëzatat 1455-1458 me autor Giuseppe Valentini, Matteo Chambriani, Ignaz Sparino, bazohet për përpjekjet e bashkërënduar ndërmjet Papës dhe Skënderbeut. Këto burime përmbajnë korrespondencë, udhëzime dhe vendime të rëndësishme që dëshmojnë për kushtimin e Papës dhe vendosmërinë e Skënderbeut për të organizuar kryqëzatën për të mbrojtur Ballkanin nga, ose më mirë për ta qeruar Ballkanin nga sundimi osman. Libri ofron një pasur thelluar të marrëdhënieve ndërmjet Vatikanit dhe Shqipërisë, gjatë kësaj periudhe të rëndësishme dhe përshkruan përpjekjet ndërkombëtare për të mbrojtur Europën nga kërcënimi osman. Përmes dokumente, lexuesi mund të kuptojë më mirë kontekstin politik, ushtarak dhe fetar të kohës. Dokumentet e përfshira në këtë libër sillin dëshmi të rëndësishme të rezistencës shqiptare dhe të kontributit të Skënderbeut në historinë europiane. Në studimin e Skënderbeut në veprimin papënor të mbrojtjes europiane, paraqiten përpenzën e 5 të kombëtarëve të shqiptarë në Palermo në vitin 1973, Parino shqyrtoi rolin e papatit në mbështetje të Skënderbeut dhe ngjarjet që lidhen me organizimin e një kryqëzate për të shpëtuar Ballkanin nga sundimi osman. Një dimension tjetër i rëndësishëm i vëmendjes shkencore të profesor Parinos ka qenë vëllëmtimi arkivuar dhe dokumentar për marrëdhënien ndërmjet Shqipërisë dhe sërisë shenjtë gjatë periudhës mesjetare. Ai mblodhi, transkriptoi dhe votoi vëllimin Akta Albania Vatikan. Në këtë vepër janë përfshirë 563 dokumente dhe letra papale të lidhura me arbërim, ku shumica prej tyre i referohen Gjergj Kastelloti Skënderbeut. Përmes këtyre dokumentave jep të duke ndikimi që Skënderbeu kishte në këtë kontekst, si dhe mënyrat që ai përdori për të siguruar mbështetje ndërkombëtare për rezistencën e tij anti-osmane. Ky libër me dokumente sjell punën e jashtëzakonshme kërkimore të profesor Parinos, i cili jo vetëm që organizoi dhe redaktoi këto dokumente, por gjithashtu kontribuoi në dhënien e një kuptimi më të thellë të marrëdhënieve ndërkombëtare të Shqipërisë me Perëndimin në periudhën mesjetare. Libri paraqet një arritje të madhe, sepse përveç se pason arkivat historike, kontribuon në formimin e një pamje më të qartë të lidhjeve diplomatike dhe historike të Shqipërisë me Vatikanin dhe me Europën në përgjithësi. Me këtë vepër shkencore, Parino ka dhënë një mundësi të shkëlqyer studiosëve të argjëm për të lundruar më tej marrëdhëniet ndërkombëtare të shqiptarëve dhe ndikimin e Kishës Katolike në formimin e historisë së Shqipërisë. Në veprën e origjinë e kulturës sikule shqiptare, votuar në Palermo në vitin 1973, profesor Parino trajtoi origjinën e kulturës shqiptare në Siçili dhe të shqiptarëve që jetojnë në këtë rajon. Ai ofron një studim të hollësishëm të ndikimeve bizantine dhe shqiptare në kulturën e këtij rajoni dhe kontribuon në pasunimin e njohurive për diasporën shqiptare. Profesor Parino ka dhënë një kontribut të rëndësishëm edhe në fushën e gjuhësisë historike, duke siguruar zhvillimin e gjuhës shqipe dhe ndryshimet e saj në komunitetet në breshën në Itali. Ai ka studiuar me kujdes mënyrën se si gjuha shqipe është shkruar dhe zhvilluar brenda këtyre grupeve dhe ka shkërtuar ndikimet e gjuhëve të tjera mbi të. Me mjaft vlerë janë kontributet e profesor Parinos në studimin e tërësisë kombëtare shqipe. Ai është përqendruar veçanërisht në veprën monumentale të Gjergjishës dhe Avuta e Mansisë. Duke kryer përkthimin e plotë të saj vepre dhe ka ofruar komente kritike që ruajnë integritetin e tekstit origjinal, duke analizuar aspektet stilistike, gjuhësore dhe strukturore. Puna e tij ka theksuar dimensionin psikologjik dhe filozofik të epopesë kristiane, duke interpretuar figurat dhe ngjarjet në dritën e kanonit si një sistem normativ dhe etik shqiptar. Puna e tij nuk përmbahet thjesht në përkthime, por përbën një lexim shumë planësh që përfshin analizat letrare, antropologjike, juridike dhe estetiko-filozofike. Parino ka kontribuar në zgjerimin e kuptimit të Avutës, duke vendosur atë në një kontekst më të gjerë, të lidhur me identitetin kombëtar dhe kulturor shqiptar, sidomos në aspektin e moralit dhe të etikës tradicionale. Ai ka përdorur një metodë që përfshin analizë gjuhësore, stilistike dhe sematike dhe ka ofruar një lexim antropologjik dhe juridik kanonik.
Profesor Parrino e ka vlerësuar lahutën e marksisë si pasqyrë të shpirtit kombëtar shqiptar dhe si një dokument historik, historia dhe letërsia janë të pandashme. Në tërësi, puna e profesor emeritus Injas Parrinos ka një rëndësi të jashtëzakonshme për studiuesit e sotëm dhe të nesërm të albanologjisë dhe fushave të lidhura me historinë dhe kulturën shqiptare. Angazhimi i palot në kërkimin artikuar dhe dokumentimin e trashëgimisë shqiptare, si dhe fillimin studimin e komunitetit arbëresht dhe emigracionit shqiptar, ka hapur horizonte të reja për volontimet të teshme. Përmes punës së tij të madhe, ai ka ndihmuar në forcimin e lidhjeve kulturore midis Shqipërisë dhe Italisë, duke bërë të mundur një kuptim më të thellë të identitetit arbëresht në Itali. Trashëgimia e tij shkencore vazhdon të shërbejë si një pikë referimi për studimin dhe volontimet e sotme dhe ato që do të ndërmerren në të ardhmen, duke ruajtur dhe vlerësuar kulturën dhe historinë shqiptare për brezat që do të vijnë. Falenderoj doktor Nikolovën për këtë studim të thënuar që i ka bërë veprës profesor Parrinos. Tani rrallën e ka për ligjërat doktor Elmira Haxhia dhe profesor doktor Nertina Haxhia Ljaja për të majtë për qikun e këndështim tjetër vjetër një Parrinos. Përshëndetje gjithëve, ju falenderoj për mundësinë që në kuadër të Akademisë Propedimore të organizuar në rastin e 2 vjetëve të ndarjes nga jeta të albanologut Ignacio Parrino, të ndajmë disa vështrime rreth veprës së tij më të rëndësishme për mendimin tonë dhe njëkohësisht arkivore, votimin dokumenti sulle origine la cultura riflessa sicuro albanese, votuar në Palermo nga Centro Internazionale të Studi Albanesi në vitin 1978. Ky votim nuk është thjesht një përmbledhje dokumentesh, por mund të themi që është një model i punës filologjike dhe historike që ethen arkivin në një instrument shpjegues. Na lejon të shohim jo vetëm se çfarë u mendua dhe u shkrua, por edhe se si u formua një program kulturor, se si u formua një program institucional dhe identitar për komunitetet arbëreshe të Sicilisë, veçanërisht në seminarin shqiptar të Palermos. Kontesa përqendrohet në 4 dokumenta që përbajnë edhe gjithë libri, me një përthamë kronologjike në vitet 1734-1738, ku qartas shohin projektin themelues, por dhe tensionet që shoqërojnë. Në dokumentin e parë përfshihet kërkesa e Agjer Shkuzetës për hapjen e seminarit, në dokumentin e dytë është raporti një koloni shqiptar të Sicilisë e Kalabrisë dhe arsyetimi institucional për seminarin. Në dokumentin e tretë kemi piano di studi, planin mësimor të hartuar nga Alo Maria Parrino, që fikson programin e formimit dhe horizontin kulturor të institucionit, dhe në dokumentin e katërt janë rregullat e seminarit, ku projekti fillestar tani në formën e rregullave të brendshme dhe rregullën e një disiplini konkrete brenda këtij institucioni. Nëpërmjet këtij lezimi, Parrino bashkon 3 shtresa, derisi në dokumenteve të shekullit të kontekstualizimin historik dhe shënimin kritik. Që në paratëmjen editoriale, ai sqaron se ndërhyrjet e tij janë të identifikueshme dhe synimi i tij është që të rindetojë gjenezën e asaj që ai e quajnë kultura riflesa. Një kulturë që del nga vetia e ruajtjes së identitetit, ndërmjet institucioneve, ndërmjet arsimit, ndërmjet shkrimit dhe jo vetëm nga tradita bujore. Dokumenti i parë, kërkesa e Agjer Shkuzetës, është një kërkesë formuluar si lutje drejtuar autoritetit ligjtar,
Kuat Guzeta paraqit nevojën e hapjes së seminarit. Në plan të parë qëndron ideja se komuniteti shqiptar të rritit drejt në Siçili nuk mund të mbeten vetëm koloni që vjetojnë nga zakonet dhe kujdesa, por duhet të prodhojnë një klet të formuar, të aftë, të shërbej, të mbrojë rritin dhe të ndërmjetësojnë në hapësirën gjërë katolike. Në materialin e kulturën nga Parinot, kërkesa ndërtohet një rregull të kujdesshme. Kërkesa paraqitet si shërbim për të mirën e shpirtrave dhe për lavdinë e madhe të hyjit, citoj këtë, pra si interes i përgjithshëm i kishës, jo si pretendim i ngushtë i një grupi etnik. Kjo strategji e vetëdijshme e Guzetës ka të bëjë me, pra arrihet nëpërmjet lejes që ai kërkon për mbështetje, duke paraqitur seminarin si instrument të disiplinës, të edukimit, të integrimit, por pa hequr dorë nga kupari themelor i tij, formimi i rinisë shqiptare me liturgjinë e vetë fetare. Në këtë dokument dallohet një tension i brendshëm që Parino e thekson në mënyrë kritike. Leja për hapjen ose kërkesa për hapjen e seminarit kërkohet me një gjuhë të nënshtruar dhe formalisht korrekte, por faktikisht më saj shohim një situatë të fortë konflikti. Sipas shënimit kritik të Parinos, peticioni, citoj, duket e respektueshëm dhe formal, por në tek kishte vënë një qëllim logjen, të shmang pengesat autoriteteve vendore dhe sigurojë një vështirësi që qëndrueshme që seminari të mos mete figuarur nga humoret e kohëve. Këtu nisin shfaqje të raportet të Guzetas me pushtetin politik. Ai kërkon të ketë programin të sigurt, të marrë parasysh se fatët përplasin mes diocezave dhe interesat e pabarabarta të ta marrin seminarin pa siguri. Dokumenti i dytë, raporti Nikolonit, është një diagnozë e gjendjes, gjë që tregon dhe nevojën pse është urgjente ekzistenca e këtij seminari. Është një dokument më i gjatë se i pari, përgatitur në 1985, ofron një histori të shkurtër të kolonive shqiptare në Siçili dhe në Kalabri dhe njëkohësisht një panoramë të gjendjes fetare të institucioneve të tyre. Në këtë raport seminari nuk është thjesht më tashmë një kërkesë, por ai shndrohet si një përgjigje ndaj një krize të kohës. Parino e paraqet qartë se kolonitë shqiptare kishin ruajtur rritin grek për rreth 2 shekuj pas shpërnguljes, por gjatë kësaj kohe kishin qenë në presion nga vazhdueshëm për kalimin në rritin latin. Kjo përbën mënyrën e parë analitike të dokumentit. Ruajtja e rritit nuk është proces spontan, por rezultati i një konflikti të gjatë juridik, kishtar dhe kulturor. Në dokument paraqitet një listë kolonive dhe një përshkrim i mënyrës se diogjezat e ndryshme se si ato i trajtonin nxënësit e tyre, herë duke i edukuar në seminarin latine, herë duke i detyruar të hiqnin dorë për të pranuar në formim. Pika e fortë e dokumentit, sipas mendimit tonë, është ashtu siç vjen në votimin e Parinos, është diagnoza në gjendjen e klerit dhe pasojat shoqërore. Theksohet se kur kleri luftohet, trashëgimia morale e kolonive vihet në rrezik, dhe bashkë me të rriti dhe kultura. Ky arsyetim është themelor për të kuptuar dhe logjikën e Guzetës, pasi ai e sheh klerin si një bartës të kulturës, jo vetëm të sakramenteve. Në këtë kuptim, formimi teologjik, disiplina dhe arsimi bëhen bashkë një mekanizëm i fortë i mjedisjes kulturore. Realizimin e këtij Parino na bë të dukshme dhe një gjë tjetër. Gjuha është e respektueshme kur drejtohen i peshqve, por në ndesi faktikisht është polemik. Ai vëren se ndosa autorit e dokumentit flasin me shprehje respekti për hierarkët, këto jo gjithmonë dalin pikpamjet e Guzetas. Citoj këtu. Kjo vërejtje thjesht është qelësi i interpretimit. Seminari nuk ngrihet në një terren të qetë, ai lind si kompromis i vështirë midis misionit të ruajtjes së rritit dhe tendencës së katolicizmit, të latinizimit, që në kontekstet të caktuara i dedikohet me rregull dhe ortodoksi. Prandaj, dokumentin 2 ne mund ta lexojmë dhe si një tekst programatik. Në dokumentin 3, plani i studi, plani i studi mësimor, është kështu është të quajtur në votimin dhe është dokument që i përket atë Parinos. Është mund të themi një zemra e kulturës së reflektuar, i përdor përsërisht shprehjen e studiut si Parino. Seminari shfaq tani jo vetëm si përmimi, por si laborator i një vetëdije kulturore, ku tema e stirpës, gjuhës dhe zakoneve
vendosen si bazë për të kuptuar identitetin e arbreshëve në Itali. Në materialin e përfshirë në dokument, Parino thekson se në mjedisin italian të kohës, shqiptarë shpesh quheshin grek për shkak të rritit, ndërsa vetia e tyre kërkon të sqarojë dallimin. Shqiptarët nuk janë grek në kuptimin e prejardhjes, por një komunitet me identitet të veçantë, ku rriti është një dimension dhe jo shenja vetme. Ky sqarim i bërë në vitin 1738, vitin i cilit i përket dokumenti, është jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse paraprin forma moderne të konceptimit të identitetit. Ai ndërton një profil kulturor të dallueshëm, duke kombinuar elemente etnike, gjusore dhe zakonore. Por ka që rëndësishëm është edhe konteksti që dokumenti sugjeron. Ai vendos zhvillimin e këtij vetëdijsimi në një epokë kur Shqipëria ishte zhytur në errësirat e dominimit tokë dhe kur komunikimin kulturor ishin të vështira. Pra seminari shfaqet si një qendër ku përfiturohet një kom kur në mungesën e një shteti dhe në mungesën e një hapësire politike shqiptare. Publike shqiptare. Në këtë kuptim dokumenti tretë është dëshmi se arbreshët e Siqilisë prodhojnë ide për identitetin e tyre shumë më herët, përpara se romantizmi europian jep popujve një gjuhë të re të nacionalizmit. Dokumenti numër 4, i përket vitit 1757, janë rregullat, boxe dhe le regole, institucionalizimi i etikës dhe disiplinës. Ky dokument i përket një momenti pak më të vonë, por është vëndimtar sepse tregon kalimin nga projekt programi te rregulla i përditshëm. Në këtë dokument të rregullave të seminarit të kultura nga Parino, nga Al Parino, gjet në kod sjellje një etikë të brendshme dhe një mënyrë organizimi që synon të provojë drejt të formuar jo vetëm me dije, por edhe në vërtet, por edhe si qytetar. Në këtë dokument teksti vitet në 3 shtylla: jeta shpirtërore dhe bindja, studime dhe disiplina, dhe sjellja në komunitet dhe jashtë. Rregullat të përkushtimit të modesti, shmangje të zonkave, sjellje të papërshtatshme, i kërkohet të ruajnë një profil publik që të mos të disrespektojnë kombin, të mos sjellë dëm moral. Pra, këtu përsëritet një ide tjetër: edukimi personal lidhet me nderin e komunitetit dhe me ruajtjen e traditës. Si përfundim, për ta mbyllur, për mendimin tonë, studiuesi Parino dhe në këtë votim si një model të ndërmjetësimit, arkiv interpretimit. Duke mbështetur në këto 4 dokumenta, mund të themi se merita e Ignacio Parinos nuk shndron vetëm te publikimi i materialit, por tek mënyra se si ai i bën dokumentet të flasin. Na tregon një histori të seminarit shqiptar Palermo si një proces kundërture, vullneti një figure themeluese Abuzetos, presionet e hierarkive dhe kontekstin kishtar, nevojat e komunitetit për klerë për arsim. Gradualisht bindja një vetëdije kulturore që koncepton identitetin në 3 dimensione: periardhje, gjuhë, zakone. Në vitin 1734-1738, pra që përkasin 3 dokumentet e para, shohim që ideologjinë e themelimit, shohim kërkesën, gjendjen e kolonive shqiptare, programin e studimit, ndërsa në dokumentin e 4 të vitit 1757 ka shohim institucionalizimin, rregullat. Së bashku, këto dokumente krijojnë një arkiv të lindjes të një institucioni që ishte për 2 shekuj, citoj këtu, i vetmi institut kulture i këtij tipi në mjedisin si Kulo Arbresh dhe që nuk jo vetëm tek klerit, por edhe tek elitat e komuniteteve. Për ne si studiues, Parino është rëndësishëm sepse na mëson një metodë ta lexojmë dokumentin, jo si një copë të shkputur, por si një mënyrë ku takohen pushteti, kultura, identiteti, arsimi. Dhe për këtë arsye, kujtimi i tij sot nuk është vetëm ndërlidhje personal, por ripullim një modeli pune shkencore, ku arkivi kthehet në memori publike dhe në një instrument të fortë të interpretimit historik. Falenderoj profesoreshën e nderuar, ftojmë profesor Dr. Evalda Pasin për temën e radhës, edhe kjo ka përgatitur temën në një shkrim tjetër. Përmjeshëm, në autoritetet pjesëmarrëse të programit, në shokët e Ignacio
mos të ndëruar familjarë. Disa vite më parë, nësa introduktonte një kuptim fort të kujdesuar në disa vështrime të komponimeve poetike të Francesco Crispi, Ignazio Paolini rinvizonte rëndësinë e njohjes së kulturës shqiptare në treva italike dhe konsiderimin e këtij fakti si një fushë e hapur përtimesh për të arritur më tej në një disiplinë të mirëfillt në disa provincë studimore. Në të vërtetë, mas prova volumtime dhe bashkëpunime që patën inicim dhe në seri të gjykimeve albanologjike të institucionalizuara që në dekadat e para të shekullit të kaluar me Gaetano Petrotën dhe pasasit e tij, Parrino shënonte vijimësi, por edhe inovacione në mënyrën e përzgjedhjes së përbashkimit të burimeve dokumentare me interpretimet skrupuloze që kanë gjetur hapësirë shtjellimje dhe kur trajtonte biografitë dhe kritarinë e personaliteteve të Vogës Arbreshe, natyrisht të formësuar në arealin në të cilin ai vetë e studioi vlerësisht në veprinë kulturore, antropologjik, por dhe historike letrar. Analizat me cilat ai kërkishe të vënë në dukje që fokusinë e stabilizuara herët në viset e Italisë së Jugut kanë kontribuar në formësimin e një trashëgimie identitare që i ka shërbyer dhe ruajtjes në këtë fundit të gjurmëve të lashësisë së hershme që kanë lidhje të drejtë për drejtë me evropianitetin. Janë bërë pjesë kapitujsh të rëndësishëm në veprat të përgatitura prej tij. Mjaft të hyra dhe në ditët e sotme, në veçanti për studiuesit e kësaj pasurie të përkthyer në monumente, dokumente që dëshmojnë relike të çmueshme dëshmish, emra personalitete që ndërtuar në modelet mirëfillta me shembullin e jetës së tyre. Emri Ignazio Paolini mbetet i lidhur mushtësisht me fushat e specializuara të tij së të volumtimeve, në të cilat dallohet përkushtimi i evidentimit, përzgjedhjes, sistemimit, editimit të një pasurie të pamatur arkeologjore që në vështrimin e tij të bashkosë të vet merr një rëndësi parësore në veçanti nëse shërbente për të nënçuar kujtesën kombëtare dhe vetë figurat themelore të historisë sonë. Figura e Ignazio Paolini shfaqet qartësisht më së pari ka një shumësi kontributesh që të përvijuara në vite dekada reflektojnë dhe një perspektivë të gjerë qasje shkencore në të cilat ajo historiografike dhe analitike, ashtu dhe ajo e kujdesit ndaj traditës studimore paraprise, shërben për të brendësuar më mirë e curinë e tij autentike, natyrshëm të lidhur me kombëtarsinë dhe me historinë komplekse, që ai e shihte me vend ta studionte e mbështeste me të dhëna të qëndrueshme dokumentare. Emri Ignazio Paolini përcaktohet i lidhur qartë me veprat e tij dhe të mjeshtërve që njohun në një rrugtim të gjatë profesional, njëherë është modeli një formimi të gradualizuar, përmes të cilit arritje dhe të vinte gjurmë dhe një trashëgimie të konkretizuar në këto veprash që janë iniciuar dhe përmbyllur në preokupimin që në pikpamje metodologjike dhe në pikpamje të qëllimit përmirësor të mbetet e qartë rëndësia e disponibiliteti të një dokumentacioni kompleks dhe njëherë zhvillimor që i parë me syrin e historianit dhe analistit e dokumenteve, nxjerr një dikë të re dhe veç zhvillimet përkatëse në shekull të mëparshëm. I një rëndësi të madhe mbetet dokumentacioni përkatës si artikuluar në tekstet veçanta që në titullin Acta Albania e Vatikana, Biblioteka Apostolika Vatikana, vitin 1971, paraqrihet nga një parathënie analitike në gjuhën latine drejtuar lexuesit, lektorit, e me të indiqet nga një tekst shpjegues një elementet e një kuptimësimi analitik dhe njëherë filologjik e tekstor monda. Përgatitja këtij vëllimi motivohet në përkujtimin e figurës së fauteshme të heroit tonë kombëtar të Shtatriotit, cilësuar dhe me këtë parathënie si një heroi i pamposhtur, humbja e cilit konsiderohet të pakthyeshur për popullin tonë. Kryerja e homazheve ndaj kësaj figure ishte një domethënie të veçantë, pikërisht përmes editimit të një korpusi dokumentar që përfshihet në të vëllimin si të cituar, në cilin dhe një datim kronologjik i arsituar në mund dhe orienton të gjetjen e tekstave më të veçanta në një vlerë të qartë referenciale për studiuesit e periudhës por edhe të vetë biografisë të tij. Përmendja e heroit tonë në këtë korpus dokumentar stikat një sër tekstesh të lidhura me një interkëmbim të aktualizuar për gjatë shekullit
tej atribuimeve të celebrative, duke qenë se lidhen në momente për jetimin e një konteksti luftrash të ndeshjes mes fuqive të kohës, krahas të cilave heroi i ynë citon dhe një famë feminin historike. Është fjallë për frazat të tilla. Nos dilectefili de tua nobilitate sempre ottima opinione abuimus, coniovimusque quanta perseverantia, et quam stremo in partibus ligis prope solus, obstiteris solissimis frutis. Ne birë shumë i dashur i zgjedhur, kemi një opinion shumë të mirë të teje, dim sa që ndushmëri dhe sa femërisht na duan të qëndruar i vetëm për ballë punëve për lejër. Po aty pak më poshtë të ne ishe dhe tu vero tam confortis atleta et totis viribus, divina fiducia plemus ad venientum barbaris resistas. Deus intendirige et gubernavit ut victoriam et primus consequavis. Në të vërtetë, një arsenal të tillë dokumentar të reflektuar dhe më herë të qëndrimet e vetë Parinus dhe studiusit të tij, që përmendën në reflektimet paraose, figura Gjergj Kastrioti shfaqet në disa dimensione, të cilat depërtojnë edhe nëpërmjet veshjes dokumentare të teksteve të shkruara. Vëllimi i vitit 1967 në vetvete i votuar në Kadia di Grota Ferrata e përpiluar në vigjilje të ardhmes së vitit 1968, ditë gjatë të cilit dhe në vendin tonë përruan votimin të tekstit të zgjedhura, por i votua barlete, me shkrimet të rishikuara, me shënime të plotësuara, orientua vëmendja me vetnjohjes së historisë së jetës së heroit tonë, edhe në pikpamjet e angazhimit dhe të iniciativave gjetse në katedrën e planologjisë, ka një lehon të eksplikatur në disa vështrime. Dhe në nga shkallë më sipër, duhet minimizuar që impakti i njohjes me figura të shuara të studimeve albanologjike është reflektuar për vetë Parinus në parathënie që janë të lirë në si të veçantë të fundit. Aq më tepër që shërbejnë për të realizuar një përkushtim mjaft të vënë në dukje për studiuesve të së njëjtës familje, por që edhe me penën e tij, një bashkohet që memorizon shumë çka për komunikimit konkret gjegjes marrë një domethënie të shtuar. Interesat e tij studimore janë sa komplekse ashtu të përqendruar në tematika që janë tipike të një orientimi specialistik, prania gjumëve të krishtërimit dhe në kushte të zhvillimeve historike që janë të ngullitura dhe një trashëgimi autentike monumentale në listën në cilat ai ka punësuar personalitetin e vet. Në sekret për historinë e kishës së krishterë, të linjave që janë pjesë të bërës së kësaj fundi, Parino niset nga gjumet më të prekshme në të vite, duke qenë një real gjendur javall për ballë prirjesh jo të njëjta apo përbashkuese. Vetë argumenti në fjalë nxit për të reflektuar në një histori komplekse që ka përfshirë pothuajse breshat e vendosura në jugun e Italisë të shekullit të parë, në rrethanat e imigrimit të detyruar, për pretekst të këtyre fakteve të njohura dhe diversiteti për cilin Parino dhe në fjalë mjaft për studimeve të tij, është një shtys për kuptuar modalitete jo të njëjta në festimin e ditëve të veçanta në kalendaret përkatëse, fakt që evokon dhe rëndësinë e një njohje konkrete të traditave përkatëse bashkë me motivimin e përhershëm për të parë dhe drejt fitimit të dhellë të anë në cilin arbëreshët kanë mbetur përjetësisht të lidhur. Një vështrim i tillë është një përgjegjësi shkencore për të trajtuar fakte të dhëna ashtu siç u duhet aq më tepër, që gadishulli italik në vetvete ka qenë prej kohësh një dua udhëzimi kulturash, e në këtë pikpamje dhe vetë Sicilia e reflekton shumësinë e kulturave përmes monumentesh krishtare dhe jo vetëm, përmenduar sakrale dhe funerare, por dhe trashëgimisë epigrafike, që ka tërhequr vëmendjen një studiuesi të njohur të botës arbëreshe, kulturës bizante, kolegu Mateo Shama. Duhet kujtuar dhe në këtë rast që observimet e Parinus në Bizantin si një fuqi ndikimi në një stërhallkash e nivelesh në jetën e të krishterëve disa shekuj më parë, reflektojnë qartësisht formimin e një historiani që njohuritë e tij solide i vënë në shërbim të studimeve tematike mbi argumente që më së pari përfshin historikun e ngulimeve arbëreshe në tregat të cilat ai njihte mirë dhe vejonte të kishte në interesat e tij të volumtimit. Ato mund të jenë në shërbim të një sër projektesh për përgatitjen e temave të studimeve universitare pas universitare. Aq më tepër që mundojnë të bëjnë të njohur një panoramë të mirëfillt diafonike mbi vitet në të cilat prej shekush ishin vendosur pothuajse të migruara nga vendi ynë, duke krijuar kësaj dhe veçoritë një profili etnik e kulturor krejt të veçantë të reflektuara në rrugët e zakonisht të mënyrash për të përkujtuar festivitetet fetare dhe ritet e tjera me një domethënie të saktuar. Në të vërtetë, argumentet për cilat dhe studiuesi ynë ka ndjerë nevojën të zgjerojë e t'u japë një aktësim më të madhe, pikërisht duke arritur në impaktin e Bizantit, meriton një vëmendje
profesorishën për fjallën e goditur për studimin e fillimit. Tema 4 dhe fundit është e imja, me qenë se pësatën të nuk të da lezoj, dhe thonë vetëm 2 fjallë dhe ta pasoj a mund të lezoj. Që po thonë vetëm 2 fjallë në lidhje me kontributin e Inés Parinos në studimin në arkivin sekret Vatikan. Meritat e këtij profesori të nderuar në ararin shqiptar kanë jetë të pa publikura. Ky është dhe një studio testi po të nga arkivi sekret Vatikanit numri 261, duka të transkribuar dhe në formë regestash 567 dokumenta nga arkivi sekret Vatikanit. Nuk për të ka dërba që për e thëmë që kjo është për arkivit sekret Vatikanit për Shqipërinë është libri vetëm në botë, as një studios, as nga Shqipëria, as nga Kosova, as nga vendet e tjera nuk ka pa dokumenta për Shqipërinë në arkivit sekret Vatikanit. Tani, me qenë se për një tjere gjatë nuk po zate, po e jam fjallin për një fjallë përshëndetse zonjës nderuar të Inés Parinos Domenica Grana, e cila të përshëndesim 2 minuta në gjuhën e saj. Sono la professoressa Grana Domenica, moglie del professore Ignazio Parinos. Porgo i miei saluti e i miei ringraziamenti a tutti voi che con la vostra presenza onorate la memoria di mio marito. Ringrazio i professori qui presenti che per l'apporto di alto livello svolto a delineare la sua figura. Ringrazio il professore Pallicai per la cura e la completezza dell'organizzazione inappuntabile di questo avvenimento. Ringrazio il sindaco di Palazzo Adriano, dottore Nicola Granà, il dirigente del settore tecnico comunale, dottore La Sala, e l'assessore, dottore Giuttonaro, che hanno affrontato un viaggio non facile al fine di presenziare questo importante incontro che onora nella presenza di Ignazio Parrino, nella persona di Ignazio Parrino, la nostra famiglia e il comune, Palazzo Adriano. Io non devo elencare le doti umane e culturali di mio marito, perché sono di parte. Voglio solo accennare ai tratti caratteriali, sociali e lavorativi visti da vicino e vissuti nel quotidiano. Da essi potrà emergere l'uomo nella sua completezza. Io ho vissuto con lui per 42 anni e abbiamo trascorso le nostre giornate gomito a gomito, ad eccezione naturalmente delle ore di lavoro mie e sue. Ci siamo sposati nel 1981 con piena consapevolezza e sincero amore. Volgendo lo sguardo indietro, devo dire che il nostro matrimonio è stata la cosa più bella che mi sia capitata. È stato tutto un crescendo di belle esperienze e di dolci novità. Abbiamo avuto anche dei giorni un poco bui, come di solito capita, ma li abbiamo superati con successo. Ignazio Parrino era un uomo speciale, leale, imparagonabile. Era colto, giusto, forte e corretto. Mai bugiardo, mai irrispettoso, sempre disponibile. Donava senza che gli venisse chiesto nulla. E nelle situazioni complicate trovava soluzioni accomodanti e meno lesive. Io jam profesoresha Domenica Grana, bashkë shortja profesor Inés Parinos, ju shpesh në përshëndetjet dhe partnerimit e mia të gjithë juve me pranimin tuaj në rolin kujtimit e bashkëshortit tim. E falenderoj profesorin e pranishëm këtu për kontributet e tyre në nivel të lartë në përshkrimin e trashëgimisë së tij. Falenderoj zotin Pallikaj për kujdesën dhe për pikpritjen e tij në organizimin e përsosur të tij në veti. Falenderoj kryetarin e bashkisë Palazzo Adriano, doktor Nicola Grana, drejtorin e sektorit teknik bashkisë doktor La Sala dhe këshilltarin doktor Giuttonaro, të cilët na morën një udhtim të vështirë për të qenë pranishëm në këtë takim të rëndësishëm që ndërron
profesori Nias Parino, familjen tonë të bashkim Palas Adriana. Nuk kam se të rëndis cilësit njerëzore dhe kulturore bashkëshortit tim, sepse jam në konflikt interesi. Duhet të them dy fjalë për karakterin tipar shoqëror dhe profesionit të tij, të para nga afër dhe të përjetuara çdo ditë prej tyre dhe të dalë njeriu në tërësinë e tij. Jetova me të për 42 vjet dhe i kaloj ditët krah për krah, përveç sigurisht orarit tim dhe të tij të punës. U martu në vitin 1981 me djetë plot dhe dashuri sinqertë. Duke parë prapa, duhet të them se martesa jonë ishte gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë. Ishte një kulm për goja është bukur dhe gjëja është embla, patëm ishte njëri i veçantë, besnik i pakrahasueshëm, ai ishte i kulturuar, i drejtë, i fortë, asnjëherë gënjeshtar, kur mos respektues, gjithmonë i disponueshëm, ai jepte pa i kërkuar asgjë dhe në situata të ndërlikuara gjete zgjidhje dominuese më pak nëntuese. Ai ishte një bashkëshort i dashur, mirëkuptues dhe i pranishëm. I lumtur që ishte me mua dhe jashtëzakonisht i lumtur me linjën e 3 fëmijëve të tij, Francesco, Ilaria dhe Giacomo, për cilët ishte një babai i kujdesshëm dhe i dashur. Së bashku ne mësuam edukimin e tyre ishte një babai mbi themelin e dashurisë së kishte për veten, familjen dhe të tjerë. Vitet e tij ishin të mbushura dhe të vështira. Ai çoi gjithçka përpara dhe angazhimi i tij vazhdueshëm bazoi në fjalët e Dantes. Sa më shumë një fort, aq më shumë nuk e pëlqen. Ai flinte shumë pak dhe i kalonte netët të mund që kërkonin heshtje dhe përqenim. Tani, këto do ta publikojmë të plot, fjalimin edhe të kësaj do ta publikojmë në shqip, tek faqja dhe i falenderoj që keni ardhur. Përshëndetje kryetari i Bashkisë nga Italia, përshëndetje familjes Parino, përshëndetje të gjithë studiuesve studiuese, që tha profesor Mark Normal nga Zvicra enkas për këtë eveniment. Unë mua thuj se Sovjeti kujtë forse referate të shumë zgjata, islame, respekt. Kisha kërru nga jo që këtë referate që të lezu tukë, e të rgoni neve në Zvicra, jo abotojnë mazësisht në revistën të shkretësorën se të unë s'kam që më për të foli shumë shkurt, pa lezu referate, për të foli për kontributin e Parinës në historiografinë shqiptare dhe të europiane. Profesor Parina ka botuar librin në gjuhën italiane Acta Albania Vaticana, e cila është mbledhje dokumentesh të rëndësishëm që nga shifrit 14 dhe 15 që lidhet me historinë e Shqipërisë. Përveç studimeve, profesor Parina ka vizituar dhe Zvicrën në kantonin Ticinës, dhe në Republikën e Ticinës, ku në atë Republikë jeton popullsia italiane, me origjinë italiane dhe është interesuar dhe jemi në orientim, ndoshta ka votuar në punim dedikuar popullsisë italiane në Ticinë. Po si është, Parina ka vizituar 2 herë Zagrebin. Mesin e autor është profesor Merita Ceka, i cili jemi takuar në Zagreb në një konferencë shkencore dhe ka të botuar referate. Dhe ka përshë një asjetë i lumë, po kur ishëm në preshim, ishte gjemë në shtetin Qinë dhe kështu që profesor Parina ka një merit shumë të madhe për zhvillimin e historiografisë dhe arkeologjisë shqiptare dhe atë europiane. Faleminderit shumë. Propozoj zoti Murat, do t'i dorëzoj zonjës Domenika një mirënjohje që ka sjellë nga instituti i tij nga Zvicra. Dhe vendosëm që profesor Parines ja dedikojmë një titull misionor i kulturës abreshë. Dhe në respekti për profesor Parines. Faleminderit. Falenderoj zotin Murat për këtë fjalë të shkurtër dhe për këtë dhuratë. Profesor Parino ka pas mik një nga
legjendarët e jetave Shqipës, Martin Camaj, të cilin kanë punu bashkë në Muçet, katedrën e albanologjisë, dhe ka pas mik, edhe në shpi zonja Parino, thotë kemi pas mik Martin Camaj. Shoqata Dukaqini, ka shmimi Martin Camaj, të në kryetari e shoqatës Dukaqini, zotin Musona e të dërzoj përse një vajzës ti, titullin Martin Camaj. Jeni. Nderuar akademik, profesor, koleg, miq dhe familjar të profesor Ignazio Parino. Me njësën e doktor Mark Anika, sot imi mbledh për të ndaluar kontributin e profesor Parino në 2 vjetorë ndarjes tij nga jeta, për kontributin e tij si studios në shumë fusha të shkencës antropologjike, në veçanti në fushën e justicisë, në fushën e praktikave, në fushën e rubritimeve komparative të studiove të Vatikanit, dhe në tërësinë italiane. Në rubrikimet e tyre dhe të patronuar janë personalitetet shqiptare që profesor Luiz Maleka, Andrea Gjeshe, por në veçanti animologu Martin Camaj. E jetën vetë në profesor Parino në mënyrë veçantë në fushën e animologjisë, foli doktor Marko, doktor Nikola e të tjerë, që të përgjoj për përgjësime të kontributën e tyre. Para një të ndalëm në këtë tim, por do të komunikoj një vendim. Në pozit të doktor Mark Anike, Kryesia Shoqatare të Dukaqini, në qendrën e Shkodër, në vendim numër 296, 15 janar 2026, doktor Ignazio Parino, pas vdekjes i dha titullin në njohja Martin Camaj. Demonstracion për kontributin e shkuar të dhënë përmes studimeve antropologjike dhe justicisë në fushën e Shqipës, si dhe për kontributin e studimeve të publikimit të dokumenteve në arkivat sekrete vatikane të Historisë së Shqipërisë. Lavdi jetës dhe vetës salvadorët profesor Ignazio Parino. Falenderojmë kryetarën e shoqatës Dukaqini, zotin Musonaj, këtoj në ndërtëreshën e fondacionit Papa Klementi XI, fondacionit ndërkombëtar Papa Klementi XI, zonin e Valda Pasit për të shpërndar 3 milioje të cilat i ka përgatitur ky fondacion. Për të tërhequr vlerësimin për e japim bashkëshortës Vi ringrazio tutti, veramente noi siamo onorati e commossi sia della vostra presenza che della vostra partecipazione. Mio marito era uno studioso eccezionale, amante dell'Albania e dei fratelli, infatti diceva sempre dell'Albania è la mia seconda patria. Per quanto riguarda gli albanesi erano tutti suoi fratelli. E quando si parlava dell'Albania era proprio il suo punto debole. E ci ha fatto, a tutta la famiglia, ci ha fatto amare sia la nazione che noi siamo venuti qua con tanto piacere per il ricordo di mio marito, ma perché sentiamo questo sentimento fraterno verso questo popolo. Shqiptarë vëllezër dhe Shqipërinë vendin e tij, thotë edhe falënderoj që ju po vlerësoni. Ftojmë kryetarin e bashkisë të Palazit Adrianës, zotin Nikola Grana, për të marrë një mirënjohje nga
Allora, salve a tutti, sono veramente orgoglioso e onorato di essere qui oggi con voi. Oggi io non rappresento solamente Palazzo Adriano, ma rappresento le comunità Albesce di Sicilia e ringrazio il professor Pannicari per aver organizzato tutto questo e alla famiglia Parrino. E oggi essere qua è importante perché la mia comunità oggi viene onorata con questa giornata. Il professore Parrino ha fatto tanto e gli studi, i volumi e ciò che ha studiato il professore Parrino non serve solamente al presente ma servirà al futuro. Oggi con una grandissima crisi identitaria che abbiamo in Albesce ma che abbiamo anche in Albania, gli studi del professore Parrino ci aiuteranno a ritrovare insieme una strada comune e faranno in modo che le nuove generazioni avranno la possibilità di poter capire e poter studiare quello che è stato il passato dell'Albania e degli albesi. Palazzo Adriano oggi si sta muovendo in due direzioni, una direzione estetica e turistica, nel senso noi stiamo promuovendo la nostra unicità come un valore aggiunto per far conoscere a tutto il mondo quello che è un paese di origine albesce, quello che è un paese di una grande cultura, quello che è un paese di grandissimi personaggi illustri. Palazzo Adriano è il paese di Gabriel Dara, è il paese di Francesco Crispi, ma è il paese di Ignazio Parrino. Palazzo Adriano nella parte estetica si sta muovendo anche grazie agli studi del professore Parrino a fare, tramite una segnaletica turistica, a far conoscere quello che è la cosa più importante per noi, far capire al visitatore in maniera così veloce quello che gli albanesi, che gli albesci hanno fatto nelle comunità. Hanno edificato una fortezza, hanno edificato in un modo particolare, in un modo inedito. Infatti Palazzo Adriano sì è vero che ha perso la lingua, ma è l'unico paese che ha conservato l'urbanistica militare difensiva di origine albanese. Quindi noi stiamo facendo conoscere a tutto il mondo come gli albanesi hanno costruito i suoi beni monumentali e architettonici. Dall'altro lato stiamo lavorando tantissimo nell'ambito culturale. Avremo una fondazione dedicata a Francesco Crispi, è in fase di completamento il Palazzo Dara, dove è della famiglia di Gabriel Dara, quindi ci sarà un piano mobile dove saranno esposte delle opere di Gabriel Dara e il racconto per la famiglia, e insieme alla famiglia Parrino invece stiamo lavorando a creare una biblioteca, una parte letteraria sugli albesci e sugli studi del professore Parrino. Ma la cosa più importante è che noi oggi stiamo riattivando dei rapporti sia culturali che istituzionali con il governo albanese e con l'Università di Tirana, e infatti oggi ringrazio il mondo accademico che è tutto qua per Palazzo Adriano, ma principalmente per il professore Parrino. Vogliamo attivare delle borse di studio per fare in modo che gli studenti albanesi e gli studenti delle comunità albesce siano sempre più vicini e più interconnessi. Già con la facoltà di architettura abbiamo dei rapporti, la facoltà di architettura di Tirana, abbiamo dei rapporti per approfondire gli studi che il professore Parrino ha fatto con l'Università di Palermo sull'urbanistica militare di Palazzo Adriano, e quindi per noi oggi è un grande giorno, un giorno storico, e quindi ringrazio tutti voi per essere qua e per ricordare il professore Parrino, che sarà ricordato nei secoli per tutto ciò che lui ha fatto per l'Albania. Gli articoli 3 Fondazioni Papa Clementi
ja ka bon profesoreshës Ilaria Parino, vajzës Elias Parinës, ftoj zotin Lekën Ceka t'ja dorëzoj profesoreshës në urë me vëndje. Profesor. Siamo veramente commossi della vostra partecipazione e di tutto l'onore e il merito che state dando ai lavori di mio papà. Vi ringraziamo per la vostra partecipazione e speriamo che il suo lavoro non vada perso negli anni. Quindi, come diceva il sindaco, abbiamo in programma alcune borse di studio in modo tale che si continuino gli studi, che si connettano sempre di più le nostre comunità, perché il lavoro di mio papà è incentrato sulla nostra madrepatria, quindi qua il nostro cuore, il cuore di mio papà e il cuore nostro, insomma, che ci ha tramandato con i suoi insegnamenti, era legato indissolubilmente all'Albania. Quindi nel solco del suo lavoro e dell'amore che ci ha trasferito insieme a mia mamma, vogliamo augurarci reciprocamente di mantenere questi nostri contatti e legami che vanno su vari campi, che sono quello letterario, quello urbanistico, quello legislativo, che ci accomuna e che ci mantiene tuttora comunità Albrecht viva, ci ha mantenuto negli anni grazie ai capitoli che sono stati stipulati a Palazzo Adriano nel 1482, che corrispondevano al codice consuetudinario, al canone che avevate voi di Lecto Gaghini. Avevano molte connessioni che sono state studiate e che in questi anni, con questa progressione di studi e di connessione, abbiamo il piacere di affermare e confermare. Grazie, grazie a tutti. Akademia Letrave dhe Shkrimeve të Mergjita ftojnë zotin Pjetër Marku për të dhënë vlerësimin për Elias Parinën, profesorit të Universitetit Palermës, djalit Parinës, Francesco Parino. Ftojnë zotin Francesco Vita, Francesco. Fjalimit I kanë majtur të gjithë, ne kemi vetëm 1 minutë kohë për të bërë edhe për të shpallur vlerësimin që Akademia Medita I ka dhënë Ignazio Parinës. Akademia e Artit, Shkencës dhe Letrave Medita I jep yjet e arbërit profesor emiratës Ignazio Parinës. Është motivacioni ky për kontributin e shquar në albanologji përmes kërkimeve arkivore dhe studimeve mbi trashëgiminë kulturore shqiptare, duke ndriçuar lidhjet historike e kulturore ndërmjet Shqipërisë dhe komunitetit arbëresh italian, si dhe duke lënë pas një referencë të vyer për studimet e ardhshme. Sekretari Aleksandar Loja, kryetari me Pjetër Marku. Auguri professore. Grazie. Një vlerësim për profesor Parinën ka bo edhe nderuara Logjinia në shoqatën I Dyqi, ftojmë zotin Agrop që adresoj zonës Parino vlerësimin. Appellon për këtë akademi kulturore, ka plotësuar një projekt I cili ka ekzistuar te poshtë në informacionin tonë Shqipëri, jo vetëm për këtë kurrë kulturore aty. Prandaj kjo është një produkt me vlera të shmura, sepse ne ka shumë personalitetë projekte të shtetërore
Domon arbëresh të tjerë që nuk i njohin. Edhe këtë person nuk mund se vetë kjo akademiqe po njohin se katësisht. Shoqata jonë ka ndarë vlerësimin pas përdon nderi i shqiptarisë me motivacion. Me veprimtarinë në punën e tij akademike ka dhënë një kontribut të shkuar në forcimin e lidhjeve e urave të bashkëpunimit në mes komunitetit shqiptar të Italisë me vendin e regjimit të parë në tyre, por edhe duke trajtuar shkencësisht ato tema tabu që ishte po trajtuar nga regjimi i atëshëm në Shqipëri dhe njëkohësisht ka kontribuar për njohjen në prendim të kulturës dhe të historisë shqiptare. Për shoqatën marrëdhënie të dy shqiptarë prezant kryetari Aron Gjelia. Shkruaj asim që adhuroj 2 libra kryetarit të komunës, të cilat janë pjesë i parë e mbledhjes njëre shqiptarisë dhe pjesë i vallëtim, janë 2 punime që i përkasin lëvizjes tonë gjithëbardhë, që pjesë i parë të regjistrohet në UNESCO, po njëkohësisht para se sa të regjistrohet në UNESCO, të regjistrohet që vlerë trashëgimisë etnokulturore të patriotit të komunës shqiptare. Gjatë që kur të madhëshat. Njëkohësisht ne kërkojmë ndihmën e kryetarit bashkisë edhe në teatrin italisë të regjistrohet si vlerë e trashëgimisë etnokulturore dhe materiale shpirtërore të popullit shqiptar atje. Njëkohësisht të ftojmë pjesën e shqiptarëve dhe muatën Karan e Kuish me 3 dilën e fundit bushit të këtij viti. Falenderoj zotin Gjelia. Tani ftoj zotin Nikola Agrano për të shërmarrë disa milioje që i ka sjellë nga bashkia e Elbasanit. Abbiamo preparato degli attestati di ringraziamento. Cominciamo con il primo, il professore Palmica, il Comune di Palazzo Adriano e l'Associazione Culturale Paradiso a Brescia di Palazzo Adriano, custodi della memoria storica e spirituale della tradizione a Brescia, elevano sentimenti di profonda, deferente e riconoscente gratitudine al professor Marco Palmica, illustre rappresentante dell'Accademia delle Scienze d'Albania in Tirana, per la nobile e alta organizzazione della commemorazione accademica promossa in occasione del secondo anniversario della scomparsa dell'insegnante albergo professor Ignazio Barrino, già docente di lingua e letteratura albanese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Palermo. L'omaggio reso in terra albanese assurge a solenne segno di comunione spirituale e culturale, ravvivando i vincoli di storia, lingua e tradizione che uniscono indissolubilmente le comunità a Brescia e la madrepatria d'origine. Nel nome del professore Barrino e nel solco fecondo della sua opera si rinnova e si suggella un patto di fraterna amicizia tra popoli, uniti dalla medesima eredità a Brescia, patrimonio vivo di memoria, identità e dialogo tra le generazioni. Con sentimenti di stima, deferenza e commossa riconoscenza, allora firma del sindaco e della presidente dell'associazione. Dalle nostre radici nasce l'amicizia tra i popoli. Io ringrazio il signor Nicola e il suo comune per questo valore che mi ha mandato. E poi speriamo che dobbiamo vedere un altro. Bisogna Ermira Lia, sì. comune Campagati. Sono uguali, per la signora Ermira Lia, Nicole Loca, Evalda Paci e Nertila Già Liani. Okay. Sì. Ermira Lia. Për veprimtarinë e profesorit Ignazio Parino, u mbajtën kumtesa nga studiosit doktor Nikol Leka, profesor doktor Evalda Paci, doktor Ermira Lia, profesor doktor
Nertila Haxhia Aljarja, Dr. Mark Palnikaj, Dr. Murat Ajvazi. Për veprën e tij shkencore, Ignacio Parrino u vlerësua me mirënjohje dhe medalje nga Fondacioni Ndërkombëtar Papa Kelmenti XI Albani me përfaqësues profesor Evalda Paci. Bashkia Palazzo Adriano me përfaqësues Dr. Nicola Grana. Lidhja e historianëve shqiptar në botë me Selinën Zvicër me përfaqësues Murat Ajvazi. Shoqata Atdhetare Dugagjini, çmim Martin Camaj me përfaqësues Nue Sanaj. Akademia Mirdit me përfaqësues Dr. Pjetër Marku. Shoqata Atdhetare Bytyçi me përfaqësues Agron Gjidia. Mbas përshëndetjeve nga të pranishmit, ushtrua një koktej ku u zhvilluan biseda të lira për figurën e këtij profesori.